Prej datës 6 korrik, në institucionet e arsimit para universitar në vend ka nisur regjistrimet për vitin e ardhshëm mësimor, të cilat kryen përmes platformës Albania. Edhe pse është një proces që kryhet online, Gjimnazi Pandeli Sotiri në Gjirokastër ofron asistencë për prindrit duke i mirëpritur në orët e paradites në ambientet e shkollës. Është hapur faza e regjistrimeve online për klasën e parë dhe klasën e 10, 6 korrik me 31 korrik. Mësuesit kujdestar, mësuesit lëndor janë të gjithë të interesuar që të informojnë dhe të udhëzojnë si duhet prindrit për hapjen ose çeljen, të themi saktë, fazës regjistrimeve, që të gjithë nxënësit të kenë mundësinë që të regjistrohen në kohë reale. Gjatë kësaj periudhe, shkolla jep udhëzimet e duhura për sa i përket regjistrimeve online. Jo të gjithë prindrit mund të kenë mundësi të regjistrojnë fëmijët e tyre, dhe që nga ky moment shkolla është e hapur 8:30 me 12:30 për të ndihmuar të gjithë prindrit dhe familjarët për regjistrimin online të nxënësve në klasën e parë edhe në klasën e 10. Për regjistrimin e nxënësve, të gjithë familjarët janë informuar që të kenë dokumentat përkatëse, kartën e identitetit të njërit prind, po ashtu dhe kodin e Albanias për të bërë të mundur regjistrimin online. Gjimnazi Gjuhësor Pandeli Sotiri në Gjirokastër funksionon si shkollë e bashkuar, duke u frekuentuar që prej klasës së pare deri në të 12-ën, duke ofruar 2 degë, gjuhë greke dhe gjuhë të huaja. Shkolla Pandeli Sotiri funksionon si shkollë e bashkuar, ku mësimet zhvillohen nga klasa e parë deri në klasën e 12 në degën greqisht dhe 3 klasat e gjuhëve të huaja, ku jepet prioritet lëndëve shoqërore, zhvillohen gjuhë të huaja të para anglisht dhe gjermanisht dhe gjuhë huaja e dytë frëngjisht dhe italisht. Për sa i përket degës greqisht, nxënësit e klasës së 9 aktual të vitit shkollor 2025-2026, të gjithë do të frekuentojnë shkollën Pandeli Sotiri në klasën e 10, pasi mësimi në ciklin AML, do të themi arsimi mesëm i lartë, realizohet në gjuhën greke dhe funksionon si gjimnazi përgjithshëm. Ndërsa 3 klasat e gjimnazit gjuhësor, ose më saktë klasa e 10 e gjimnazit gjuhësor, do të realizojë si gjuhë të parë gjermanisht dhe anglisht, si gjuhë të dytë do të zhvillojë gjuhën frënge dhe gjuhën italiane dhe do të jepet më tepër prioritet lëndëve shoqërore se sa lëndëve shkencore. Është e rëndësishme që nxënësit e klasës së 10 të ndjekin shkollën Pandeli Sotiri për arsyen se kjo shkollë të jep mundësinë e arsimimit të përgjithshëm dhe mundësinë e arsimimit dhe të mësimit të gjuhëve të huaja. Duke marrë ritme të shpejta në zhvillimin e turizmit, do të ketë nevojë për nxënës të aftë, të cilët do të komunikojnë lirshëm në gjuhë të huaja, në frëngjisht, në anglisht, në gjermanisht dhe në italisht. Vitin e kaluar shkollor, Gjimnazi Gjuhësor Pandeli Sotiri u frekuentua nga 170 nxënës në të dyja ciklet dhe të dyja degët.